Administrata tatimore ka arkëtuar afro 18 milionë euro tatim nga deklarata individuale vjetore të ardhurave DIVA për vitin 2024. Të dhënat zyrtare nga tatimet tregojnë një rritje të ardhurave me 24.2% në raport me vitin 2023. Sipas të dhënave zyrtare të administratës tatimore, DIVA është plotësuar nga 73.790 individ, nga të cilët 24.224 individ me të ardhura mbi 2 milion lek, pragi i cili ishte në fuqi deri në vitin 2023, dhe 49.566 individ të dypunësuar. Rritja e arkëtimeve ka ardhur si rrjedhojë ndryshimit të deklarimit dhe detyrimit të dy punësuarve për plotësimin e saj si dhe trajtimit si një pagë vetme për efekt tatimi. Ndërsa këtë vit rregullat për deklarimin e të ardhurave përmes DIVA-s do të jenë ndryshe nga më parë. Në ligjin për tatimin mbi të ardhurat përcaktohen kategoritë se kush duhet të deklarojë të ardhurat në administratën tatimore. Konkretisht, një individ është detyruar të dorëzojë një deklaratë vjetore tatimore personale, kur të ardhurat tatimore vjetore janë më shumë se 1.2 milion lek në vit nga të gjitha burimet. Kur është në marrëdhënie punësimi me më shumë se një punëdhënës, pavarësisht nga shuma e të ardhurave që merr nga punëdhënësit. Si dhe kur ka më shumë se 50.000 lek të çdo të ardhurat tjetër që nuk i nënshtrohet tatimit përfundimtar në burim. Po ashtu çdo person fizik që kryen veprimtari ekonomike është i detyruar të dorëzojë deklaratën tatimore vjetore për të ardhurat nga biznesi. Me pragun e ri prej 1.2 milion lek, numri individëve që kanë detyrim deklarimi arrin në 140.000 të punësuar. Numri personal i identifikimit për individët apo numri unik i identifikimit të subjektit për tatim paguesit e regjistruar përdoren si numra identifikimit tatimor të tatim paguesve rezident të ardhurave personale për qëllime të deklaratës tatimore mbi të ardhurat personale. Tatim paguesve jo rezident u jepet një numër identifikimi tatimor sipas përcaktimit në udhëzimin e ministrit përgjegjës për financat. Në rastet kur individët për një arsye apo për një tjetër nuk bëjnë deklarimin afat, penalizohen me gjop në vlerën 3 deri në 10.000 lek.